بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. صدق الله العظيم. Falënderimet e plota I takojnë Allahu Gjelle Shanuhu, krijuesit absolut. Salatet dhe selamet më të përzemërta I dërgojmë mësuesit të njerëzisë Muhammedit alayhi salatu wassalam, familjes së tij të ndershme, shokët e tij besnik dhe gjithë besimtarëve që kanë ndjekur dhe ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër, të nderuar besimtarë, fillimisht u uroj të gjithëve muajin e bekuar të Ramazanit, me lutje tek Allahu Gjelle Shanuhu që gjitha ibadetet, namazin, agjërimin dhe format e ndryshme të ibadeteve që I kemi bërë deri më tani dhe të cilët do t'i bëjmë të ardhmen, Allahu Gjelle Shanuhu inshallah ka bëllë I banë. Vëllezër të nderuar, ne jemi besimtar, jemi musliman dhe thjesht jemi deklaruar se I takojmë këtij dini, kësaj feje, fe të cilën Allahu Gjelle Shanuhu e ka zbritur tek njeriu që nga fillimi I qenies njerëzore. Fe e cila ka filluar me njeriu e parë dhe ka vazhduar deri te pejgamberi I fundit Muhamedi alayhi salatu wasalam. Fe të cilën Allahu Gjelle Shanuhu e ka pranuar dhe e pëlqen për veten e tina dhe kërkon prej njerëzve, prej besimtarëve që ata ta kenë të kapen për të ta praktikojnë në jetën e tyre. Po çka do të thotë të jesh musliman? Çka do të thotë të jesh besimtar? Çka do të thotë të jesh njeri I cili vetes I ke thonë se unë jam I thtar dhe pjesëtar I fesë islame? Vëllezër të nderuar, kam bindjen se xhamati jonë, katunat tona, nuk ka qenë kur pa hoxhallar dhe kam dëgjuar boll nasihat, mirë po e mirë edhe kur përsëritet prapë mbetet e mirë, nga fakti se gjërat e mira duhet sa më shumë të përsëriten, sepse ato duhet të kuptohen dhe të praktikohen jetën tonë të përditshme. Vëllezër, Islami I jonë është një sistem I kompletuar, një fe e cila nuk ka lënë gjë të madhe ose të vogël pa e trajtuar dhe nuk ka lënë gjë madhe apo të imët për cilën nuk ka folë se çka duhet të bën besimtari. Andaj, ne si musliman duhet jemi mirënjohës, duhet jemi falendërues se Allahu na ka mundsuar që jemi idhtar të kësaj feje, ku Zoti Gjelle Shanuhu e ka zbritur atë sistem I jete se si duhet ne të veprojmë në jetën tonë të kësaj bote. Andaj Islami është një sistem I kompletuar, I cili flet për jetën individuale të njeriut, flet për jetën familjare, flet për bashkësinë, flet për ummetin, flet për shtetin, flet për politikën, flet për ekonominë, flet për paqe, flet për luftë, flet për gjitha format e jetës së njeriut. Çka nuk kupton se thjesht çdo gjë që I duhet njeriut në jetën e vet, atë e ka treguar Islami. Dhe çdo gjë që I duhet njeriut për të kaluar sprovat dhe vështirësitë e jetës, na ka treguar Islami se çka duhet vepruar. Për këtë, vëllezër të nderuar, ajo që është më e rëndësishme për ne si besimtar, është ta kuptojmë se këtë Islam jo vetëm duhet të takojmë atij si musliman, por këtë Islam duhet ta kuptojmë për ta vënë praktik, nga se praktika është çështje shumë e rëndësishme në jetën e njeriut. Gjitha ajetet kuranore, të cilët flasin dhe tregojnë për jetën e njeriut, tregojnë se nuk mjafton njeriu vetëm të thotë se është besimtar, por kërkon prej besimtarëve ta praktikojnë ato që e besojnë. Që do të thotë ana teorike dhe ana praktike. Ti duhesh fillim të kuptojsh, të besojsh dhe në fund atë që ke kuptuar dhe ke besuar duhet ta praktikojsh në jetën tënde. Çka nuk kupton se Islami është një fe e cila ka anën teorike, por ka edhe anën praktike. Vëllezër të nderuar, ku e gjejmë ne këtë Islamin tonë? Cila është ajo kushtetutë e jonë ku ne duhet të bazohemi atina?
Cila është ai libër në cilin ne duhet të mbështetemi? Kur ne kemi mosmarrëveshje dhe kemi probleme, ku duhet të kthehemi? Dhe për ku duhet të kërkojmë fetva dhe zgjidhjet problemeve tona? Allahu xhaleshanu thot: "Inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Ky libër, Kur'ani, uzon në atë që është më e drejtë. Nëse ti dëshiron të jetojsh jetë të lumtur, jetë të drejtë, jetë pa probleme, po them pa probleme, jo pa sprova, po thjesht që të dish se si ti të i kalojsh edhe sprovat e jetës, ata e gjen pikërisht në Kur'anin famulart. Andaj Allahu xhaleshanu e ka zbritur këtë kushtetot hyrore, që ka për qëllim ngritjen e vetdijes së njeriut, që ka për qëllim rregullimin e jetës së njeriut, dhe që ka për qëllim që njeriu të jep jetë të lumtur në këtë botë para botës së ahiretit. Vëllezër të nderuar, duhet të kemi disa çështje të cilat bëjnë një baraspesh mes disa elementeve. Ne në këtë botë jemi aq sa Allahu xhaleshanu ka caktuar për qenë. Krejt të dim se një ditë do të proponon jeta jonë këtë botë. Çka më pas? Ka jetë pas vdekjes apo nuk ka jetë pas vdekjes? Këtë problem e trajton shumë qartë Kur'ani famulart. Dhe suneti pejgamberit alayhis salatu wassalam, të cilët flasin dhe tregojnë se pas jetës së kësaj bote fillon jeta e berzehut, jeta në varreza. Ati ka jetë deri kur, deri ditën e gjykimit, deri ditën e kiametit. Në kiamet çka do ndodh? Shkatërrohet ky sistem krejt, prishet dhe ndreqet krejt një botë tjetër me rregulla dhe sisteme tjera. Në ditën e kiametit ringjallen njerëzit, të dalin para Allahu xhaleshanu me trup dhe me shpirt, sikur që kanë qenë këtë botë, dhe ajetet janë shumë qarta. Më shumë ti ka fol Kur'ani, famulart ka fol për botën e ahiretit. Sepse jeta e kësaj bote në krahasim me botën e ahiretit është shumë e vogël. Po supozojmë po jeton njeriu 70 vite. 70 vite në krahasim me miliona vite, çka është? Asgjë. Andaj pikërisht për këtë Allahu i ka dhënë një rëndësi të veçantë jetës së ahiretit. Sa në kupton se si duhesh ti me qenë i rahatshëm, si duhesh ti mu përgatit për një ditë që është shumë e rëndë, për një ditë që është shumë e vështirë, për një ditë për cilën njeriu do të jap në mënyrë të detajuar përgjegjësi për çdo vepër që ka bën këtë botë, ti duhesh nga kjo botë përgatitesh mirë, që përmes kësaj botës kalimtare, e cila është shumë e shkurtë, ta fitosh një botë përjetshme e cila është e pafundkur, khalidina fiha abada, aty ku janë të përhershëm, ku nuk ka fund jetë e njeriu. Vëllezër të nderuar, këtë baraspesh mes këtyre dy elementeve, mes jetës së kësaj bote dhe jetës së ahiretit, është një element shumë i rëndësishëm që na musliman duhet ta kemi parasysh. Ne nuk guxojmë ta lëmë këtë dunjë se vetëm për ahiret, se ahireti është i përhershëm. As nuk guxojmë përqendrohemi vetëm këtë botë, se kjo botë ashtu është kalimtare. E çka duhet të bëjmë? Duhet të rrugë një baraspesh mes jetës së kësaj bote dhe jetës së ahiretit. Do të punojmë për këtë botë aq sa kemi nevojë për ta, do të punojmë për ahiret aq sa do të qëndrojmë atje. Atje është e përhershme jeta, duhet tamam përgatitemi mirë, tamam të mbjellni vepra të mira, vepra të hajrit, me të cilat do të dalim nesër para Allahu xhaleshanu në botën e ahiretit. Tash kthehemi vëllezër të nderuar, nëse jeta që ka kështu mes kësaj bote dhe ahiretit, nëse ahireti që ka faza përfundimtare e jetës së njeriut, që atje nuk pas ka më kur fund, khalidina fiha, të përhershëm, të përjetshëm, pa fund kur, atje ku nuk bezdiset njeriu nga jeta e ahiretit, thjesht nuk ikin nga të mira që Allah i ka përgatitur në xhenet për besimtarët e mirë, thjesht nëse jeta e ahiret është e tillë, në çish nga kjo botë duhet të përgatitemi mirë. Për këtë Allahu xhaleshanu përmes Kur'anit famullar dhe sunetit të pejgamberit alayhis salam ka bërë përpjekje maksimale dhe na ka nxit neve gjithmonë që ne ta kuptojmë rëndësinë e jetës së kësaj bote. Vëllezër, kapitali më i madh i njeriut është jeta. Këtë jetë Zoti na ka dhënë pamund. Ne nuk e kemi blej këtë jetë. As nuk kemi vrapuar mbas asaj jete. Zoti na ka dhënë dhurat, na ka bërë gjallë, na ka krijuar këtë botë pa dashën tonë, pa kërkesën tonë. Kemi ardhur këtë botë dhe Zoti na ka dhënë këtë kapital i cili quhet jetë. Në fund ka dërguar pejgamber, ka zbritur libra, ka zbritur kushtetut, ka sunet pejgamberit, ka dietar që kanë trajtuar problemin, ta kanë ofruar urdhë që kjo është rruga të cilën Allahu xhaleshanu e don. Thjesht wahdainahu najdain, Allahu thot ne e uzuam njeriu në dy rrugët, rrugën e shpëtimit që është rruga e Islamit dhe rruga tjetër e cila është rruga e humbjes për njeriu në këtë botë dhe për botën e ahiretit. Dhe në fund, ky Zot neve na ka lënë të lirë, veprojmë kështu ose ashtu, të ka tregu çka don ai.
ka tregu çka kërkon ai, ka tregu se cila është shpëtim për ti dhe në fund kalon të lirë. Ja, jemi në Ramazan. Në tash, elhamdulillah, këtë agjerojmë. A ka njerëz që agjerojnë? Ka plot. Pse jemi të lirë? Me dash në me prish Ramazanin, ka dikush që na thotë se po pse s'folinon? Jemi të lirë dhe me hongër. Jemi të lirë me ninu. Pse ninojmë? Ninojmë për arsye se kemi një bindje se ka një Zot i cili ka obliguar agjerimin. Thjesht bindja jonë e ka bërë që ne ta kryjmë atë që Zoti ka kërkuar për neve. Pa ka tjerë që ka se kryjnë këtë bindje? Po ka plot që ka se kryjnë, ka plot që ka harë. Sot ti kjenë në botë mbi 8 miliard njerëz, pjesa dërmuese e njerëzve, po them mbi 6 miliard, nëse më shumë të 6 të gjithë, as nuk dojmë ni për Ramazan hiç. Thjesht vazhdojnë jetën e tyre. Dhe thjesht kjo nuk kupton se ti je i lirë në veprim, vetëm ta di se ke përgjegjësi. Secili njeri në këtë botë, wa kulluhum atihi yawm al-qiyamati farda. Allah thot të gjithë njerëzit një nga një kanë me dalë në raport para Zotit. Waqifuhum innahum mas'ulun. Ndalni njerëzit ditën e Kiametit se çdo kush ka me dhënë llogari për veprat e veta. Hesni një nga një krejt. Çka ke bën ti? Çdo gjë e regjistruar. Kiramen katibin, secili prej neve ka në anën e gjatë me lajë që shkon të mirët, në anën e majt me lajë që shkon të këqijat. Çdo gjë regjistrohet, e madhe ose e vogël, asgjë nuk humb dhe me këto vepra të dalin para Allahu xhaleshanu. Nëse kjo është bindja jonë, nëse ne e dim se ka ahiret, nëse ne e dim se do të ringjallim para Allahu xhaleshanu, nëse ne e dim se një ditë kemi dhënë llogari, kjo bindja jonë a na çon neve dhe na nxit për punë të hajrit në këtë botë apo ndoshta na nxit për punë të këqija. Kam bindje se një besimtar i cili ka iman dhe ka bindje të plot, besim të plot në Allahun xhaleshanu dhe në Islamin përgjithësi, kjo bindje do ta nxit ata që ai në këtë botë jetë i mirë. Nga fakti se vëlla i nderuar, çdo vepër që e bën, e madhe ose e vogël, me ata do të dilësh para Zotit tanë. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Kush bën një vepër të mirë, sado e vogël qet ajo, atë ka me gjetë një ditë. Po kush e bën një vepër të keqe, sado e vogël qet ajo, edhe atë ka me gjetë një ditë. Ky është sistemi për cilën ka insistuar Kur'ani që njerëzit ta kuptojnë, besimtarët ta besojnë dhe ato ta praktikojnë jetën tonë të përditshme. Tash para shtrëmpiqe. E pse unë më fal 5 herë ditë? Pse unë më ninum? Pse unë më dhon zakat? Pse unë më ndihmu diku që ka nevojë? Pse unë mos më kshij punën time? Pse unë mos më kshij vetëm vetën time, po duhet dikujt më dhon mbështetje? Pse unë më bëu human? Pse unë më bëu dordhans? Pse unë më duru? Shëmpiqe. Pse janë të llojshme, por përgjigjja është se ti je duke jetuar në kuadër të një sistemi të kompletuar që Zoti e ka zbrit për ti. Dhe zot të nderuar, e përshkruajmë një pikë. Çka do të ndodhte në komunikacion, në Kumanova apo në Shkup, sikur mos e pas rregull komunikacioni hiç. As semaforët s'punojnë, as shenjat nuk respektohen, kush ç'është muja me hijatina. Çka kishte më ndodhur komunikacion? Çka kishte më ndodhur me një shkollë nëse nuk ka as drejtor, as arsimtar, as rregull, as kurrë. Çka kishte më ndodhur në një spital nëse aty nuk ka rregulla fare hiç. Thjesht çdo gjë pa rregulla është anarki. Është rregullim. Edhe jeta e kësaj bote pa rregulla është rregullim. Zoti nuk ka dashur ne të na lojë pa rregulla në këtë botë. Ka zbritur Kur'an, ka dërguar pejgamber për të rregulluar jetën tonë kësaj botës. Ne shumë punë në këtë botë i lëm nga bindja jonë se është haram. Ja ta bim një shembull, me ligj për shembull Macedoni. Është i ndaluar alkooli? Jo. Si duhesh kapi tash, çka duhesh pi kur kush të thotë me ligj se pi alkool. Mirë po, besimtari e pi alkoolin? Jo. Pse nuk e pi? Jo që i ligji i shtetit ja ka ndaluar, por ligji i bindjes së tij dhe i fesë së tij ja ka ndaluar. Dhe pjesën dërmuese të veprimeve tonë nësi musliman që i bëjmë nga fakti se jemi të bindur në atë se është e mirë ose është e keqe. Thjesht me ligj shteti ata imponon me ninu? Jo, s'ka lidhje kjo punë me shtetin hiç. E pse lejojmë? Se jemi të bindur atë se Zoti e ka obliguar një veprim të tillë dhe ne shpresojmë për këtë veprim që Allahu ne ta shpërblen. Por apo e shef çfarë rëndësie ka bindja në jetën e njeriu? Kur njeriu është i bindur sistemin helor që Zoti ka përgatitur për njerëzin, atëherë kjo bindje është rregulluesi më i mirë i jetës së njeriu. Ktu e gjen veten politikanin, ktu e gjen veten personi edukativar semor, ktu e gjen veten punëtori i thjeshtë,
Tu e gjen vetën çdo individ i cili jeton këtë botë, sepse sikur çka është haram ai politikani me vë kaç përdorim të postit, edhe ki tjetër çka është të punë një zanat punës së botë e ka haram me vë kaç përdorim punëve që ka. Dhe çdo kush duhet ta di se çka është e mirë e çka është e keqe. Dhe kjo është ai sistemi hinor, të cilin Allahu xhaleshanu e ka zbritur në librin e tij Kur'anin fabular dhe sunetin e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Andaj vëllezër të nderuar, parashtrim piqe, këtë mund që po japmi na, që po ninojmë 13 orë e më shumë se 13 orë, dhe po falmi ka 5 herë ditë, dhe po japmi zeqat e po bëjmë. Këto kanë me na dalë neve dikun apo kanë me humbë kështu në thjesht, s'kemi ja pa hajrin kërkon? Nëse e kemi bindje se këtë e bëjmë për hir Zotit, le ta dimë se Allahu xhaleshanu për çdo veprimtorin që e bëjmë këtë botë, Allahu ka më shpërblime shumë të mëdha. Çka thash? Jo në këtë botë, se agjerimin këtë botë mirë nuk na del. Ka shëndet, do të përfitime shëndetësore, ka diçka. Mirë po, përfitimi më i madh i agjerimit është në botën e ahiretit. Për këtë arsye Muhamedi alayhi salatu wasalam tregon dhe thotë se ditën e Kiametit kur të dalin njerëzit këtë para Allahu xhaleshanu, Zoti ka më thonë ejna saimun, ku janë agjëruesit? Ku janë agjëruesit që kanë ninu tani jetën kurse kanë prish? Normal s'kan pas arsye. Ku janë ata të cilat e kanë zbatuar urdhën tim verë dimit, gjatë, nxehtë, ftoft, shkurt, thjesht gjithmonë e kanë agjëruar për hir timin Ramazanin. Thotë agjëruesit dalin dhe Allahu xhaleshanu u jap mundësinë atyre për të hyrë një derë e cila quhet Babur Rayyan, dera Rayyan, ku ati hin vetëm agjëruesit në xhenetin e Allahu xhaleshanu xhalesha. Pra, thjesht vëllezër të nderuar, Allahu ka përgatit për çdo kënd i cili e zbaton urdhën e Zotit dhe mundohet me atë hallin e vet, ta bën atë çka është mundësinë e tij për ta bënë, dhe mundohet ta praktikojë parimet e fesë vet me anë të kësaj bindje. Ky person thjesht pret një ditë ku Allahu xhaleshanu do ta shpërblen ata me shpërblimet më të mëdha. Andaj, ata çka duhet ta kuptojnë secili prej neve vëllezër të nderuar se Ramazani është një mundësi shumë e mirë që njeriu të kthehet te Zoti i tij. Ne jemi njerëz që gabojmë, jemi njerëz të cilët rrëshqasim jetën tonë. Me fjalë gabojmë, folim fjalë të cilat nuk ka nevojë të folmi. Dhe njerë bëjmë gabim në vepra, dhe njerë mendojmë keq për dikant, dhe njerë mund të bëjmë një lëshim jetën tonë. Mirë, por le të jemi të bindur se mundësitë janë shumë reale që njeriu të kthehet nga vetën e vet, që njeriu të kthehet në vendin e tij ku duhet me qenë si besimtar, mos me bë lëshime të mëdha. Dhe Ramazani është mundësi shumë e madhe që njeriu të kthehet tek Allahu xhaleshanu me anë të namazeve që i bën xhami, me anë të agjërimit, me anë të sadakës, me anë të leximit të Kuranit, me anë të dëgjimit të ligjëratave, me anë të mukabeleve të leximit të Kuranit, forma të ndryshme të cilat Allahu xhaleshanu i kërkon për besimtarëve. Dhe ja një shembull që para një piqe, a mushën xhamit jashtë Ramazanit sikur ka mushën Ramazan? Kur në kurës. A tregohet ders jashtë Ramazanit sikur ka tregohet Ramazan? Kur në kurës. A lexohet Kur'an jashtë Ramazanit sa lexohet në Ramazan? Kur në kurës. Për këtë arsye pra Ramazani është një shkollë në vete, është një akademi në vete, çka duhet të gjithë në ndalmi të marrë mësime. Atë çka po duhet për ju vëllezër të nderuar, edhe për vetes time, mos ta marrni këtë në mënyrë formale ta bëjmë, po ninoj edhe u kri puna. Jo, pse po ninoj? Çfarë efekti ka agjërimi në jetën time? Si duhet të reflektohet agjërimi në jetën time? Nëse është vetëm me nejt abstenim nga haja dhe kapia, pinë se firë dhe njëftarës po hatë Ramaz banë shka dush, ta di se këto ki dalë pak formalizm. Islami nuk kërkon formalizm, Islami kërkon realizm. Tregon diçka që ti kur ta bësh, veprimi i jot këtë kuptim. Ti po agjeron, agjerimi jot duhet të reflekton jetën tonë përditshme, të sillesh mirë me gruan, të sillesh mirë me fëmijët, të sillesh mirë me katonort, të sillesh mirë me njerëzit përgjithësi, kur takohesh me ta, takohesh ta mëmsi ka ije, ta bësh atë vepër të bëmë sikur që Allahu xhaleshanu dhe krejti ibadeti jon të reflekton sjellje, të reflekton edukat, të reflekton kulturë në përditshmërinë tonë, që atëherë mund me thonë se Ramazani është tamam Ramazan. Dhe në fund vëllezër të nderuar, nuk do ta zgjat shumë, sepse gjërat tamam duhet të përfundojnë sikur që është traditë tek ne, por po duhet të them, nëse secili prej neve dëshiron ta dinë se agjerimi i tij apo kabul apo nuk ka zgjo kabul. Në fund të muajit, kur të përfundon ky muaj, në ditën e Bajramit, me siguri Allahu do të na shpërblen të gjithëve ne për veprat tona që kemi bën. Po ti, nëse dëshiron ta dish se ku je, a tu gabo kabul apo jo, parashtroje vetes tonë një piqe. Cila është e piqe? Vall, ki ndryshu diçka apo s'ki ndryshu? Nëse ki ndryshu për të mirë, pe shef që do lëshime që i ki bën me herë tash po i bën. Namazin se ki fal me herë tash po e fal rregullisht. Leximin se ki pas shumë rregull tash po lexon më shumë. Ki fol fjalë pa lidhje tash s'po fol. Ki bën veprime të këqija tash po i bën. Nëse ki ndryshu për të mirë,
thuj elhamdulillah, kjo është shenjë më e mirë se ti tu ka bon kabull agjerimi i muajit Ramazan. Nëse ke hi Ramazan edhe ke dal, edhe kur gjo nuk i ndru hiç. Bile ke ndru diçka për të keq edhe më shumë, atëherë ta di se është një pikpyetje e madhe shumë se vallë e ka bon Zoti kabull apo jo. Qëllimi i Ramazanit nuk është dënimi i njerëzve, qëllimi i Ramazanit është edukimi i njerëzve. Ti edukon ata në aspektin shpirtëror, në aspektin intelektual, në aspektin edukativ, etik, moral, në aspektin fizik dhe në aspektet ndryshme, duke i përfshirë të gjitha dimensionet e jetës së njeriut. Lutim Allahun xhaleshanu që gjitha veprimet tona që ti bëjmë për hir të Zotit. Qemi sinqert porën tonë. Ta bëjmë këtë Ramazan me kënaqësi. Mos ta bëjmë se s'po kemi çka me bën. Jo kemi çka me bë, kush po çon ti me zor me lu? Po ta bëjmë se jemi të bindur se është një obligim shumë i madh me cilën Zoti na ka obliguar. Do ta bëjmë se është një mirësi shumë të madhe që Allahu xhaleshanu na ka dhuruar neve besimtarëve. Muhamedi alayhi sallam në një hadith thot: "Me ditë njerëzit çka ka Ramazan për të mirave Zoti çka zbret, kishin mulu tan më të moti çet Ramazan. Dhe më të muj Ramazan. Pse? Se të mirat të cilët Zoti i zbret këtë muj po janë të padukshme. Këto të mira qipën nesër në ditën e Kiametit kur dalin para Allahut xhaleshanu wa xhalexhalu. Edhe një herë, elusim Allahun xhaleshanu që gjitha ibadetet që i bëjmë Allahu kabul t'i bën. Qemi sinqert në punën tonë. Nëzër alo një porosi shumë dashamirëse, shumë sinqert. Gravitoni në xhami, shfrytëzoni këtë kohë sa më shumë të vini në xhami. Mundohuni mos ta bëjmë punën tu thirr ezani me anë xhami. Hebe një 15 minuta përpara se kur nuk humb hiç. Ngojmë në ligjërat se ballaki çka ligjërat ta ndron jetën tonë dhe ndrijon orientimin e jetës tonë. Edhe çka do të thonë me orë që ke xhamuar 15 minuta para se me thirr ezani tash për hoxhët bajspori edhe për juve, për këtë. Thjesht i jap një kohë, mos ta bëjmë punën ta kemi punën me orë, formalisht në kri edhe me dal me njëherë. Jo të vinë me çep. Se ti kur ke orë në xhami dhe kur vjen, nuk je misafir i hoxhës, ti je misafir i Zotit. Me thirr një kryetar shteti, se ti je me orë misafir një iftar me hëngër, një muaj përpara bësh hazër për me shku një iftar me hëngër taj. Ti Zotit ka thirr në xhami 5 herë ditë po thirr me qenë misafir i Zotit. Andaj shfrytëzoni mundësinë për të ardhur për të falë namazet në xhamat. Shkoni pak më herët, ngoni mukabele, ngoni ligjërata, sepse krejt të janë bereqete që nuk mund të përshkruhen me asgjë dhe ta shihni se këtë kënaqësi që e përfiton njeriu në jetën e tij me qëndrimin në xhami dhe me qëndrimin duke dëgjuar mukabele apo nasihat duke falë namazin, krejt kjo do të shndrohet në një ambëlsirë në zemrën e tij. Muhamedi alayhi salatu wasalam thotë: "Men qa'ada yantadhiru as-salata fa huwa fi salati." Kush ulet në xhami e prit namazin për ta falë, aty llogaritet sikur me qenë namaz. Krejt që shkojnë tonë tash u këtë në llogaritë sikur me kon namaz. Dhe kjo mirësi është që vetëm Allahu xhaleshanu u jap njerëzve të veçantë që ai i ka dalluar. Dhe mos çoj dikush për neve me thonë se e di se unë jam turinu. Jo kurrë në kurrës me sa thuj këta. E di se Zoti ta ka dashur të mirën dhe ta ka mundsuar me ninu, sepse ka plot qersh ka son turinu sot. Ato Zoti i ka lënë onës sepse ata kanë merituar dënimin. Ata janë të dënuar. Mos më doj dikush se ai ka peprish ka Ramazani as nuk kënaq. Jo, ai është i dënuar këtë gjë. A neve Zoti na ka thjesht na ka veçuar me atë që na ka mundsuar që ne të agjërojmë Ramazanin, i falmë namazet dhe të jemi të misafir të Allahu xhaleshanu në shtëpitë e tij. Zoti qoftë i kënaqur. Dhe gjithë veprimet tona që i bëjmë. Allahu ka bën e bën namazin, Ramazanin, sadakon, zakatin, qëndrimin, lezimin, krejt që i bëjmë, Allahu xhaleshanu i bën të kabull. Zoti ju dhë shëndet juve dhe këtë muslimanëve, në veçantë hoxhallarët të cilët janë duke shërbejnë këtë muaj dhe thjesht dojnë ta predikojnë, dojnë ta përcjellin fjalën e Allahu xhaleshanu deri tek ju, sepse pa nasihat nuk ka fe, e dinu nasiha, feja është nasihat. Ati ku ka nasihat, ta di se ka hajr dhe ka bereqet. Ati ku nuk ka nasihat dhe këshilla, njerëzit kadal largohen nga vërteta dhe e meritojnë dënimin Allahut xhaleshanu wa xhalexhalu. Dhe unë për fund e ndjej për obligim t'i falenderoj hoxhallarët për të cilët i kemi vënë në çati vëllazirin për mundësinë që më dha të paraqiten para jush, jo për tregu diçka të re, po thjesht për të përfituar nga bereqeti i Ramazanit dhe nga bereqeti i namazit të Yatsis dhe televiz. Allahu qoftë i kënaqur, shipi për të mirë gjithmonë inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.